Muhamedi alayhi salatu wasalam është rjesa më e mirë që ka ecë ndonjëherë mbi sipërfaqen e tokës dhe janë tubu tek ai mirësitë e gjithë profetëve. Mirë po prej profetëve më dallum menjëherë mas Muhamedi alayhi salatu wasalam janë kush? Ibrahimi dhe Musa. Ibrahimi ka qenë Khalil i Allahut, pra shumë i afërt. Khalil është një shprehje që nuk di sa është adekuate të përkthehen në shqip dost, por me rëndësi është diçka shumë i afërt i Zotit, i dallum. E këtë epitet e ka fitu vetëm Ibrahimi dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kurse i dyti është Musa, dhe atë Allah i Madhëshëm e ka dallu që është pejgamberi parë që ka pas shtet realisht. Islami i parë konstitucional ka qenë me Musën, për shkak që Allah ja ka zbrit Tevratin dhe pastaj e ka udhëheq Benu Israilt me të. Dhe kur ta shikojsh Muhamedi alayhi salatu edhe ai ka pas këtë, ka pas shtetin, e ka pas udhëheqjen ushtarake, vajtjen e drejtësisë midis popullit e kështu me radhë. Pra, në farë forme Muhamedi alayhi salatu i ka tubu mirësitë e pejgamberëve. E prej pejgamberëve më dalluar është Ibrahimi dhe Musa alayhi salam. Amin e ju. Na vazhdojmë inshallah.